Veprimtaria ekonomike tregtare e portit të Durrësit për periudhën janar-mars 2025 ka regjistruar një rritje në masën 8,4% krahasuar me të njëjtin periudhë të vitit të kaluar. Të dhënat zyrtare të Autoritetit Portual të Durrësit konfirmojnë se gjatë 3 mujorit të parë të vitit janë akostuar në kalatat e portit 308 mjete lundruese, të cilat kanë transportuar në total 882.481 tonë mallra, ose 68,104 tonë mallra më shumë se njëjta periudhë e vitit të kaluar. Referuar të dhënave të Autoritetit Portual të Durrësit, mbi 216.000 tonë mallra janë importuar, ndërkohë që rreth 666.000 tonë mallra janë eksportuar drejt porteve ndërkombëtare. Po ashtu, rritje të konsiderueshme në masë 10% kanë shënuar dhe volumet e mallrave të përpunuara gjatë muajit mars, krahasuar kjo me marsin e vitit 2024. Të dhënat tregojnë se në portin më të madh në vend mbizotërojnë mallra gjenerale, të cilat kanë pësuar një rritje 62% në raport me të njëjtën periudhë të vitit 2024. Burime zyrtare të APD saktsojnë se këtë 3 mujor volumet e njësive me kontenier kanë njohur rritje të lehtë prej 1%, ku në total janë përpunuar 43.638 njësi, krahasuar me 43.395 njësi të përpunuara për periudhën janar-mars 2024. Përsa i përket sektorit të udhëtarëve, mbi 108.000 pasagjerë janë regjistruar në hyrje-dalje, ndërkohë në pikën kufitare për periudhën janar-mars 2025, ndërkohë që rreth 49.000 mjete janë transportuar me tragete.